Ervin Saliani ka dështuar këtë të premte në krijimin e një tubimi të madh në Tiranë, siç edhe dëshironte, pasi nuk mundi të mbledh më shumë se 50 apo 100 persona. Një takim ku shumica të pranishmëve ishën demokratë të inatosur, nga ata të cilët nuk mundon të ishën në listat për deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit 2025, apo edhe nga ata që kanë kërkuar poste dhurat në Partinë Demokratike. Shumica e njerëzve janë nga ata që dhunuan demokratët më 8 janar të vitit 2022 dhe veç Saliani i priti me dru demokratët që doni të hynin në selim blu. Pjesa më e madhe, servil të Lulzim Bashës, që kanë nikur nga Partia Demokratike në përparti të tjera, disa prej tyre bashkëpunëtor të Edi Ramës, që janë përdorur si letër higjienike dhe tani kanë shkuar pas Salianit. Vetë Saliani është nga ata që ka kërkuar pazar te kryedemokrati Sali Berisha dhe punë sekretariati pasi doli nga burgu, ku qëndroi dënuar për çështjen babale, një mashtrim i madh publik që shqiptarët e kanë parë në përgjykata dhe ndaj të cilit kishte edhe një vendim. Saliani bëri burg për një mashtrim të madh publik, jo politik siç pretendon. Pasi doli nga qelit e burgut të Fierit, ku kaloi një kohë të gjatë dhe bashkëpunoi ngushtë me ish drejtorët e dosjes 5D dhe me emra të botës së krimit, që janë mbështetës të Partisë Socialiste, doli në betejë të hapur kundër Partisë Demokratike. Saliani dështoi me sukses në takimin me disa demokratë inatosur apo me disa socialistë, që ja dërgon miku i tij i ngushtë, Tauland Balla. Duket se gjithçka është më shumë se sa një rrym brenda Partisë Demokratike, një grup njerëzish të sponsorizuar edhe nga Partia Socialiste për të përçarë PD-n. Aktiviteti i Salianit u transmetua gjerësisht në mediat e pushtetit, Temero Baze, Carlo Bolino dhe Irfan Hysenbelliu dhe po raportohet nga mediat kryesore, me urdhër nga zyra e medias në kryeministri. Duket se Saliani po mbështetet fort nga mediat qeveritare, të paguara nga inceneratorët dhe aferat, që japin një hapësirë pafund Ervin Salianit, një fakt tjetër që dëshmon edhe një mbështetje që ka nga qeveria në veprimet e tij të sponsorizuara, ashtu siç është akuzuar edhe nga lidhje të tjera të dyshimta.